Zanart është panajiri i cili ka bërë bashkë 10 artizan nga gjithë Shqipëria për të promovuar jo vetëm punimet unike dhe teknikat e veçanta, por edhe për të lënë gjurmë në trashëgimin unike shqiptare. Cilat janë pritshmëritë tuaja nga ky panajir, por edhe pritshmëritë e artizanëve? Është më shumë se një panajir, është një takim i cili është edhe takim pune, është edhe forum, ka një shkëmbim informacioni me institucionet edhe publike, po edhe me organizata, është një gjenerim i një ekonomie që është shumë e qëndrueshme, duken sikur janë produkte në përmasa të vogla, apo duket sikur kemi të bëjmë me një miniatur. Në fakt është një pjesë shumë e rëndësishme e ekonomisë sonë, sepse është e lidhur me një originalitet, me një ekskluzivitet, me një unikalitet që është shumë i pëlqyer në treg, dhe këtu nuk është fjalë vetëm për një treg i cili të jetë i drejtuar vetëm nga shija e huajve, apo për të bërë, të themi, për të plotësuar kërkesa që do të ishin thjesht patriotike. Këtu është fjala për një zanat të vërtet, këtu është fjala për një mjeshtri, për një vokacion që ka në vendin tonë, nga kultura jonë, shumëdhëshmëria, shumë ngjyrshmëria, traditat tona, një pasuri e zakonshme kulturore, historike, e cila përkthehet në gjithë këto materiale, në gjithë këto produkte në një thesar i cili po ta shfrytëzojmë siç duhet, do rriste të ardhurat për shumë prej këtyre familjeve, do të rriste të ardhurat për institucionet, ku ne po punojmë tani për një projekt të ri për të bërë një blerje dinamike, vjetore, në volume të mëdha për institucionet shqiptare, po edhe për institucionet shqiptare jashtë shtetit, ambasada e tjerë, për suvenire, dhurata, okazione, evente, aktivitete, ku ne të jemi më prezent me këto produkte, në mënyrë që ne të ndihmojmë ata që të kenë një rendiment më të lartë, që të ketë një produktivitet më të mirë dhe të kenë një kthim më të mirë në kuptimin e investimit që ata bëjnë. Nga ana tjetër, përçimi i dijeve, shkollat profesionale do të dedikohen edhe me një kurrikull të veçantë për artizanatin, ndihmë, pajisje, grante, gjithçka si vjet. Nuk do të mungojë as ndihma financiare për këto institucione? As pak, për të nxitur të rinjt që të shkojnë drejt artizanëve. Është e pamundur që kjo kthes që po bëjmë në rimodelimin e po themi ekonomisë lokale, vendore, ku ka të bëjë shumë me artizanatin, kjo që po flasim, të bëhet vetëm me si themi me forcat e tyre. Është e pamundur që pasioni, zemra e tyre të mjaftojë për t'ia dalë dhe që të rezistojnë, dhe duke mos dashur që të rrezikojmë që kjo vlerë të humbë ose të zvenitet, ne duhet ndihmojmë sot, duhet mbështesim shumë, dhe duke parë, duke bërë, duke rritur ne mundësitë për të investuar, do shohim dhe se si do përgjigjet tregu, do shohim edhe pastaj mënyra certifikimi, mënyra të garantimit të produkteve, në mënyrë që ato të mos bien pre plagjaturave. Se rëndësishëm është certifikimi i këtyre produkteve? Natyrisht që ka rëndësi, sepse duhet të ruhemi edhe nga një lloj fenomeni, po themi një lloj shfrytëzimi në njërë të artizanatit, si filles për produkte që mund të jenë banale, që mund të jenë pastaj të kthyer në produkte që japin gabim edhe mesazhin mbi historinë, po që kthehen në produkte komerciale. Ne nuk duhet të lejojmë që të bijmë në një komercialitet banal, duhet të jemi në një nivel shumë të lartë në të prodhim dhe ta ruajmë dhe ta kemi sa më të qëndrueshëm në vite, duke e bërë që të jetë siç e thash, i përçueshëm në breza, që të jetë një burim ekonomik për familjet shqiptare. I lidhur me anën sociale, i lidhur me anën shoqërore, i lidhur me integrim dhe me kohezionin social, dhe të jetë një gjë që jo vetëm na kthej pas në kohën atë që ne shohim, po që të na kthej pas edhe në vlera që neve duam të mos i humbim si shoqëri. Jemi me zonjën Laura Saro, drejtoreshe Ajda, një nga organizatorët e këtij eventi. Zonja Saro, Zanart bëri bashkë 10 artizan. Cili është qëllimi i këtij aktiviteti? Qëllimi i aktivitetit pikë së pari normalisht është që t'i promovojmë, që të arrijmë që ata të përshfaqin gjitha produktet e tyre, por jo vetëm. Ne kemi organizuar disa tryeza diskutimi me aktorë të ndryshëm, duke filluar që nga ministritë e ndryshme, kemi pjesën e muzeve, të doganave, për t'u qasur dhe për të adresuar gjitha nevojat dhe problematikat që ata kanë. Normalisht nuk është se mund t'i qasim dhe të adresojmë çdo gjë këtu, por është më shumë për të ngritur një platformën e dur të bashkëpunimit, ku ne t'i japim zë qoftë nevojave, qoftë edhe planet për të ardhmen. Si të kombinojmë artizanatin me modernin, si ta bëjmë atraktive për mjeshtrat dhe të interesuar si përmarrësit të rinj,
por gjithashtu pa harruar që cilat janë rrënjët dhe prandaj edhe nisëm dhe hapëm në eventin me një etnografe të njohur për t'i dhënë zë që nuk duhet të deformojmë dhe të dalim jashtë konturit të tradicionales. Siç e dim të gjithë, zanati, artizani ka mundësi për të shfaqur në shumë forma dhe potenciali është i madh. Kështu që thënë këtë, ky është një edicion i parë që si të shtrojmë një platformë që ta sjellim në dimensione të ndryshme, ta sjellim në dimensionin e të ardhmes, ta arrijmë që t'i bëjmë bashkë dhe t'i promovojmë, prandaj dhe ne kemi ftuar agriturizmët, hotelierët e rëndësishëm në vend që dhe ata të bëhen bashkë në këtë nisëm për t'i promovuar, për t'i dhënë zë, për t'i dhënë një ndihmë ashtu si dhe për të gjithë ne të shfaqim identitetin tonë. Domethënë është krenari dhe kulturë dhe këtë duhet ta themi me zë të lartë. E dim që në fakt këto biznese të vogla, të cilat janë kryesisht biznese të vogla, kanë një impakt në ekonominë lokale, kanë të punësuar, por a do të ketë mbështetje sepse shohim se edhe sfidat me të cilat artizanët përballen nuk janë të vogla. Ne sapo kemi mbyllur një grant për artizanët, ashtu si dhe Ministria e Kulturës, e cila zë peshën kryesore tek trashëgimia kulturore dhe artizanati përpasoj, sapo ka mbyllur një grant për të ndihmuar me pajisje, për të ndihmuar me organizimin të trajnimeve që të pasojnë djegët e brezat e rinj. E dim që janë të pamjaftueshme, po patjetër që ka programe të ndryshme jo vetëm nga Ministria, por edhe nga donatorë të ndryshëm. Po ndonjëherë duket që normalisht artizanët mungon informacioni. Edhe eventet të tilla dhe jo vetëm lejnë edhe për këtë, për të përçuar informacione dhe këtë e kemi vënë në re, jo vetëm këtu, po dhe në takimet që bëjmë me ta, që ju mungojnë që ekzistojnë mundësi të tilla, që ndihmat të tilla të fillojnë që t'i hapen horizonte të reja në biznesin e tyre të vogël. Ku është i përqendruar tregu i artizanëve? Nga komunikimet që keni pasur me ta, pra ku i tregtojnë këto produkte që krijojnë? I tregtojnë online, patjetër është një nga format që ata po aplikojnë shumë, sidomos me produkte që janë të veçanta, ecin shumë online, disa prej tyre kanë dyqane fizike, disa janë lidhur me agriturizëm që kanë shfaqur interes që të identifikojnë, le të themi, në restorante të mira. Disa prej tyre edhe eksportojnë fuqishëm. Për shembull, ne kemi pasur maskat veneciane apo punime poçerie shumë të rëndësishme që i shohim në shumë dyqane në Itali edhe në shumë vende të tjera që nuk do mendonim kurrë që janë bërë këtu. Kështu që ka një kombinim interesant edhe këtu në vende, por shumë prej tyre kanë eksploruar shumë tregjet e jashtë. Ka nga ata të cilët hasin vështirësi për të gjetur tregun e duhur? Hasin disa prej ata, po le të themi inovacioni ka gjetur gjithmonë në vend. Produktet që kanë qenë inovatore dhe të rreqë në vend, ndje shohim që e kanë gjetur tregun më së miri. Ne i mbështesim edhe me panajire, minimalisht bëjmë një panajir ndërkombëtar në vit për artizanët, edhe këtë vit po ashtu do zhvillohet. Problemi aty është tek certifikimet, domethënë duhet fillojnë që të bëhen gati për tregjet ndërkombëtare. Dhe prandaj dhe nismat si këto vlen që të marrin informacione, të bëhen gati, të fuqizohen në tregun e brendshëm, edhe pse jo pastaj të gjithë së bashku të çajmë gjithë rrugëtimin për tregun e jashtëm. Në çfarë pike është procesi që këto produkte të certifikohen dhe të kenë vend edhe në tregun europian, por edhe ndërkombëtar? Varet gjithmonë nga sektori. Disa prej tyre deja i kanë këto certifikata dhe e kanë shumë kollaj. Ato ku e kanë ruajtur me fanatizëm pjesën e traditës dhe janë në vende më të thella, po hasin vështirësi të informacionit dhe për ta ndihma vlen më shumë dhe informacioni. Kështu që në këtë fazë ne më shumë jemi fokusuar me ta, që të fuqizohemi që është tek pjesa e pajisjeve, se kanë mundësi të limituara për të marrë punonjës, ashtu si dhe për të gjetur punonjës që janë të interesuar. Kështu që prandaj dhe adresimi i kësaj çështje është shumë dimensionale, është tek përçimi, tek brezi i ri, që ata të kenë me të këpunojnë, po të zgjohet interesi që të ketë një ndërthurje me modernën. Është tek pajisjet që ju mungojnë, është që të jenë prezent në tregun e brendshëm më fuqishëm dhe pastaj merren hap pas hapi dhe shkallë mbas shkallë. Ndërkohë folët edhe për përçimin tek brezat e rinj, por sa të interesuar janë të rinjt për të vazhduar këtë trashëgimi, e cila le të themi është shumë e pasur. Që ta bëjmë interesante tek të rinjt, prandaj cekëm pak që duhet të bëjmë të mundur që cila është ndërthurje të realizojmë një produkt që e ka gjenezën nga tradicionale, pa e deformuar kurse si, duhet jemi shumë kujdesshëm në këtë pikë, por që të gjej vend në modernitet. Ne kemi pasur raste ku veshje që janë dhe burojnë nga motive tradicionale, janë në pasarelat e modës në Spanjë, në New York,
që janë të transformuara, le themi, në veshje shumë interesante dhe haute couture, por ama e kanë bazën nga tradicionale dhe ne do ta quajmë plot gojë artizanat atë. Domethënë një shembull i tillë patjetër që zgjon interesin e të rinjve dhe aty ke një bashkëpunim shumë të bukur midis stilistëve të rinj, ashtu si dhe artizanëve të vjetër dhe një grup i tillë etnografësh, një grup i tillë çon përpara produkte që gjejnë vend në arenën ndërkombëtare shumë bukur. Jemi me Alma Gërxhanin, e cila është një prodhuese e çokoladave. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë, ju me sa show prodhoni çokolada. Si ju ka lindur ideja si fillim? Ideja na lindi nga nevoja që kishte në treg për këtë produkt, sepse Shqipëria po bëhet një destinacion i mirëfill turistik, por ne na mungonte një produkt çokoladë që ti mund ta marrësh si dhuratë për miqtë që vinë ose për ata që ikin larg Shqipërisë dhe duan të marrin një kujtim me vete. Është tërësisht me produkte shqiptare. Çokolata normalisht nuk prodhohet në Shqipëri, importohet, por pastaj të gjitha ingredientët brenda asaj janë element shqiptar që ne i marrim nga prodhuesit e vegjël dhe kemi bërë, për shembull, kemi zgjedhur nga një shije për çdo qytet. Tiranën e kemi bërë me vajin e ullirit, Gjirokastrën e kemi bërë me lajthi, Beratin me fiq, domethënë çdo produkt unik që ka secili qytet turistik që kemi. Po, është sfiduese, keni sfida gjatë përditshmërisë suaj në punë? Sigurisht që kemi sfida, ne po e çajmë rrugën për herë të parë dhe kemi pas nevoja dhe sfida për paketimin e produktit që duhet material ushqimor, kemi sfida për makinerit sepse po shtohet kërkesa dhe produkti është pritur shumë mirë dhe tani duhet të rrisim kapacitetin, pra nuk mund të ecim më me një gamë të vogël produktesh, por duhen shtuar dhe duhet të rritur kapaciteti. Ndërkohë, a mendoni se duhet të ketë mbështetje grante nga ana e institucioneve? Patjetër, për artizanët kjo është thelbësore. Ne jemi në rrugën tonë dhe jemi duke ecur mirë, por një grant të ndihmon që ti të ecësh më shpejt. Pra, nëse unë një pajisje që më kushton shumë, do më duhet shumë kohë që të nxjerr lekët dhe ta blej, ndërkohë me një grant e bëj më shpejt dhe hyj më shpejt në treg dhe i përgjigjem kërkesës. A keni përfituar diçka? Jo akoma. Keni aplikuar? Kemi aplikuar, ashtu është kjo tek Startup Albania, nuk e kemi fituar, shpresojmë në të tjera, sepse janë vërtet për artizanet, për gjithë ta që janë këtu, po t'i pyesësh të njëjtin shqetësim kanë, sepse për të rritur kapacitete duhet investim, dhe investimet janë goxha të mëdha që një artizan nuk i mbulon dot me prodhimin që bën. Jemi me Dhurata Athanasi, një tjetër artizane, por kësaj here e prodhimit të brumrave. Përshëndetje. Përshëndetje. Mund të na thoni se çfarë prodhoni dhe kur ka nisur aktiviteti juaj? Atëra, aktiviteti jon ka nisur herët me le themi shpërndarjen dhe njohurit mbi kulturën buknore shqiptare, si Luga Argjend, por në 2016 u krijuam si një entitet biznesi vogël, ku prodhonim produktet e brumit, por në të njëjtën kohë edhe sillnim në Tiranë, në kryeqytet, produktet nga gjithë Shqipëria. Së koha në 2016 nuk ka qenë ky ekosistem që shikoni ju tani, dhe gjithë produktet shqiptare nuk ishin një zë në Tiranë. Luga Argjend ka qenë e para që i solli në tregun e Tiranës dhe pastaj u përqendruam dal nga dal në produktin ton, i cili sjell që nga jufkat e Dibrës, petkat e Korçës, rosnicat që janë gjithandej, tranate ndryshme, me perime, me kos, me qumësht, por kemi sjellë dhe inovacionin, kemi futur edhe produktin e brumit me prezencën apo praninë e perimeve, brumit të perimeve, në mënyrë që t'u vim në ndihmë voglushve, të vegjelve, që shpesher perimet nuk i duan, por t'i fillojnë në fazat e ershme me fidet e vogla, kur fillojnë atë ndarjen nga gjoksi nënës, fillojmë të hanë ato papat e para, duke marrë produktet tona, si nga tranaja, që është shumë e mirë, për moshën e hershme, pra brenda një vit të fëmijës, por edhe me pastat e ndryshme me perime. Po, është një sektor sfidues, përballeni me vështirësi gjatë punës tuaj të përditshme, edhe që nga momenti që e keni krijuar këtë aktivitet? Sfidat janë të jashtëzakonshme në përgjithësi për artizanatin, sepse duhet përballet me industrinë. Duhet përballet me industrinë e cila sigurisht prodhon në mas, prodhon lirë, por prodhon dëmshëm. Kjo është fakt, është i padiskutueshëm, duke përdorur dhe
sjell masat mëdha prodhimi, patjetër do përdorim, flas për sektorin e ushqimit, shtues, aromatizues, ruajtës të produktit, me fjalë unë i them në gjuhën shqipe, dhe gjëra me të cilat artizanati nuk i prodhon, më i ka jashtë saj, sepse artizanati do të thotë të ruash traditën, ta trashëgosh dhe ta kthesh atë në një zanat, ta kthesh në Falemi te trashëgimi, a mendoni se po trashëgohet artizani dhe e gjithë kjo trashëgimi e cila duket se e kemi jo vetëm kulturore, por edhe në ushqim, në kulinari? Shiko, përpjekjet po bëhen, është shumë e vështirë, sepse siç përmendam përpara në sfidat. Të rinjt kanë interes? Të rinjt kanë një pjesë interes, por duhet edukuar në shkolla. Duket çike e çuditshme si ide, po edukimi nëpër shkolla, nëpër familje, që ata ahet mirë, ata ahet me produkt shqiptar, i cili mbi të gjitha ka kostot më të ulta, ndot më pak ambientin, është i shishëm, është i drejtë, i shkon bujkut shqiptar apo artizanit shqiptar ai lek dhe zhvillon ekonominë lokale. Kjo është e gjithë sfida, të cilën ne duhet ta transferojmë si mundësi nëpër shkolla, nëpër familje, në qeveri, në nivele ekzekutuese të tjerë. Kështu që gjithë shoqëria ka këtë lloj mundësie dhe shkon pra këto janë sfida të cilat si problematika do të çojnë në rrugë zgjidhjet e duhura. A mendoni se duhet ketë më tepër mbështetje nga ana e institucioneve? Me grante ndoshta? Patjetër ato janë gjëra të mira, por siç thot populli shqiptar, duhet ecur me këmbët e veta, me këmbët tona. Grantet janë shumë të nevojshme, janë shumë të dobishme, por po nuk kuptuam që duhet fuqizohemi dhe duhet bashkohemi në kooperativa, unë e thash dhe në panelin e më përparshëm, në kooperativat vogla të cilat në fshatrat shqiptar, të cilat të bashkuara së bashku mund të sjellin një produkt të caktuar, reçel, produkt brumi, në mënyrë që të bëhemi të zëshëm në treg dhe jo të kundërvihemi, po të jemi si një ofertë kundrejt industrisë e cila me sa duket po mbulon botën. Jam Elida Çelën, një mësuese e ciklit parashkollor, e cila ka zhvilluar edhe një pasion të veçantë për artizanatin. Zonja Çela, përshëndetje. Çfarë punimesh krijoni? Gjithçka çfarë i përket artizanatit shqiptar, duke filluar nga kostumet për fëmijë dhe duke mbaruar me kostumet që janë të mrekullueshme, kostumet për tritur. Bëhet fjalë për kostumet e Tiranës, të Krujës, të Shqipërisë mesme, dhe mbasi preferencave të klientëve edhe nga gjithë zonat dhe trevat shqiptare. Sa e vështirë është të krijoni këto? Në fillimet e para mbase ka qenë e vështirë, por duke qenë se unë e kam pasion dhe duke dashur që pasioni ose dëshira e madhe, pasioni mbizotron mbi gjithçka. Ne gratë kemi aq shumë forca për të përballuar lodhjen, sakrificën që në fund fare të arrim në një rezultat të mrekullueshëm. Aq më tepër kur arrim të ruajmë dhe të trashëgojmë traditën shqiptare. Kur e keni nisur ju këtë? Fillimet e mia mbase kanë qenë shumë herët. Unë shpesh herë e them që kam një jetë që punoj me këtë gjë dhe nuk di të ndaj vitet, sepse unë jam mes profesionit dhe pasionit. Janë dy dashuri të bukura. Puna me fëmijët më bën që unë të jem gjithmonë pozitive, e dashur, dhe kur vi pastaj te puna e pasionit dhe te biznesi që unë kam krijuar, aty flet gjithçka vetë. Nëse vjen dhe futesh te biznesi im, aty do dallosh shumë ruajtjen dhe trashëgimin kulturore. Dashurinë që është përçuar në punimin e tyre, por dhe pritjen e ngrohtë që ne kemi me klientat. Prej sa kohë është e keni nisur biznesin? Pra që në fillime apo me kalimin e kohës? Që në fillime. Unë nuk di të ndaj, sinqerisht e them, nuk di të ndaj vitet, sepse kur them kam një jetë, është me të vërtetë një jetë e imja. Mbase mund të jenë 25, mbase sa jetë kemi deri në fund, do ta ushtroj këtë profesion, këtë pasion. Po shoh se punimet janë realisht shumë të bukura dhe të veçanta. Sa kohë merr një prej tyre? Nisur nga më të thjeshta deri tek ato që duken të jenë më të komplikuara. Marrim më elementaren. Kjo është një kapele tradicionale e Krujës, e Tiranës, pra e Shqipërisë mesme, dhe është një kapele për fëmijët e vegjël. Nëse ne e marrim këtë në dorë, fillohet prerja, pastaj fillohet dizajni që ne duhet patjetër ta pikturojmë, pastaj fillohet ajo puna e bukur që bëhet nga puna në punë, them unë, sepse fillohet me dy gjilpëra. Këtu nuk kemi luksin
që ne ta punojmë, por në shumë emisione të tjera unë kam dhënë atë proceset e punës se si punohet një kapele, një elek, por në fund fare ne arrim në rezultatin e bukur që kushdo që e shikon, përveç se është një suvenir i bukur, përveç që është një relike dhe një trashëgimi, sepse kjo është një trashëgimi kulturore, sido që të jetë është aksesori i veshjes popullore. Dhe unë duke qenë se vi nga qyteti i Krujës, aty ku historia dhe tradita flet vetë, aty se cili nga turistët ka mundësi të blej diçka të vogël, diçka të bukur, por në fund të ditës të marri traditën tonë shqiptare me vetë. A ka interes nga të huajt, pra kur i tregtoni këto produkte, janë shqiptarët, janë të huajt, ose ndoshta edhe emigrantët, ata të cilët kanë interesin më të lartë? Në fakt, për traditën tonë janë shqiptarët ato që e duan, e ruajnë, e blejnë dhe kërkojnë ta transmetojnë duke e veshur dhe duke e blerë që t'u japin fëmijëve të tyre. Ju tha që duhen stimuj, duhen ndoshta edhe stimuj financiar, ekonomik? Patjetër që duhen stimuj ekonomik, financiar. Nëse ne marrim një grup të rinj dhe i stimulojmë me fare pak për punën e tyre, ato do kenë dëshirën e mirë për ta çuar më tej këtë gjë. Duke qenë se ato do jenë të pranishëm tek ne dhe do e shohin vetë një proces pune, punohet dhe në fund fare një turist vjen dhe kur ti e shkruan aty që e ka bërë një fëmijë 15 vjeçar apo 16 vjeçar, padyshim që ai turist do e blej me atë dëshirën e madhe për t'i dhënë këtij fëmijë mundësinë e bukur që ai të ketë një mundësi të punojë dhe të fitojë vetë. Ndërkohë, a duhen shtuar stimujt edhe për ju që jeni profesionist, tashmë keni një biznes, a duhet ketë grante, incentiva nga ana e shtetit, institucioneve për të dhënë një mbështetje ndoshta edhe më të madhe dhe për të hapur tregun? Po, patjetër, mbështetje nga Ministria e Ekonomisë apo Ministria e Kulturës duhet për të ruajtur shumë, sepse brezi jonë është mbase unë me kolegët e mia, me shoqet e mia që jemi profesioniste apo mjeshtre të kësaj fushë, jemi shumë pak. Dhe për ta ruajtur këtë duhet ketë stimuj të veçantë. Nëse ne do arrim që të bashkohemi të gjitha dhe të kërkojmë diçka që ky stimul të bëhet realitet, që edhe ne mos të jemi të detyruara të punojmë shumë për të arritur atë produktin final dhe për të marrë ato fitimet tona, por ta minimizojmë dhe të krijojmë klasa që të gjitha ato produkte dhe të gjitha rezultatet finale të produktit le t'i marrin brezi i ri dhe këta fëmijë që do jenë nxënësit e parë që do aplikojnë për këtë fushë. Unë ju falenderoj shumë dhe urojmë që kjo traditë të vazhdoj brez pas brezi dhe pse jo të merrin iniciativat e duhura. Faleminderit shumë.